Qytetarët e Maqedonisë dhe Kosovës nga muaji mars do të mund të qarkullojnë vetëm me letër njoftime. Dy vendet përfundimisht do të mund të firmosin marrëveshjen për lëvizjen e ndërsjellë të qytetarëve me karta identiteti, pasi është plotësuar dhe kushti vetëm që pengonte arritjen e marrëveshjes, respektivisht pajisja e qytetarëve të Kosovës me dokumente biometrike. Pala kosovare ka theksuar se marrëveshja është duke u shqyrtuar nga ekspertët dhe se brenda një muaj pritet ajo të finalizohet nga dy ministrat e brendshëm të Maqedonisë dhe Kosovës. Nga dhjetori ne filluam t'i japim dokumentet biometrike. Ministri Rexhepi kishte një takim me ministrën Jakullovska në dhjetor dhe një verzion i marrëveshjes është gati. Pritet që pasi ta shqyrtojnë grupet e ekspertëve të nënshkruhet. Kisha thënë punët ecin mirë dhe diku nga marsi do të arrihet në shkrimi i marrëveshjes, tha fisnik Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës. Autoritetet e Maqedonisë rikonfirmuan se ekziston vullneti politik për arritjen e marrëveshjes, e cila parashikon lehtësimin e lëvizjes së shtetësve ndërmjet dy vendeve, duke përdorur për këtë qëllim vetëm letërnjoftimet, dhe se nuk ekziston asnjë pengesë që do të cënonte firmosjen e saj. Maqedonia marrëveshje të tillë ka firmosur kohë më parë me Shqipërinë, Serbinë dhe Malin e Zi. Sipas autoriteteve të vendit, lëvizja vetëm me karta identiteti, përveç lehtësimit të qarkullimit, ka kontribuar pozitivisht edhe në thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe turizmit.